Kemi dalë dhe ne, shtresa më e vuajtur e këtij sistemi, kemi dalë të protestojmë për politikën 35 vjeçare shqiptare. Politika 35 vjeçare shqiptare është një politikë e krimbur dhe tani na erdhi Edi Rama, gjoja me rilindje, gjoja se do rregullonte vendin dhe Edi Rama erdhi me thesin e madh se nuk ngopej me trast, erdhi me thesin e madh dhe kabineti Edi Ramës është i gjithi një kabinet që është vetëm hajdut, se zanat tjetër nuk kanë. Tho, s'kemi lek për pensionet, s'kemi lek për minimumin jetik. Nuk ka mundësi të ketë lek dhe të vjedhi me thesht edhe të ndaj për fakirët. Prandaj, populli i gjithë duhet të ngrihet në këmbë me këtë rast, e të ngrihet ta shkullim këtë godin këtu, që ka që nga 21 deri sot, që pi gjakun e popullit. Prandaj, i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, kudo që janë, nuk i gjenë gjë se lanë ditë punën. Të mblidhen, të bashkohen lëvizjes bashkë dhe të shporim këta kriminal që kemi mbi krye. Se këta veç kriminal si janë asgjë. Unë e kam quajtur kryeministrin zullumqar dhe ja, zullumi popullit, ahja e popullit, një ditë të zë. Tani me pat leqitur pskaj se ai as verdhet as kuqet. Po ja, ahja e popullit e zë një nga një po ikin.